ishte avokat, kush e ka radhën? Unë mendoj se mund ta ketë zoti Agaçi, ish sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, në çfarë pozite them unë, për rastin e asaj që bëri tek Këshilli i Ministrave që kaloi 47 vendime brenda ditës, dhe do jetë shumë e çuditshme si ka mundësi që ta mbash kaq vite si procedim dhe mos ta procedosh të paktën jo në arrest në burg, po të paktën në gjendje të lirë dhe të shkosh ta dënosh apo jo, dhe në fund fare unë dyshoj që person tjetër që mund të përfshihet pas saj që të jetë një goditje e supozuar akoma më e fortë ndaj zotit Rama, që vetë është skenaristi i të gjithëve këtyre, mendoj që mund të jetë edhe në të ardhmen zoti Taulant Balla. Këto janë dy emra të rëndësishme që unë mendoj se do të jetë në sitën e Spakut, jo se Spaku është i pavarur dhe i paanshëm, jo se prokurori i ri do të bëjë atë që bëri dhe zoti Dumani, po pikërisht për ato rrethana që ju citova më përpara, vjen momenti kur disa marrëveshje prishen, duhet dikush të marrë edhe përgjegjësinë, për shkak se përgjegjësia politike i takon personit kur ka zgjedhje, ndërsa përgjegjësia është juridike individuale, ashtu siç e ka thënë vetë kryetari i atyre që duhet trokasin nga mesi deri në darkë, zotin Rama. Avokat, po në që pozita duhet, pra mund ta pësoj goditjen zoti Balla, Taulant Balla? Zoti Balla mos harroni. Zoti Balla mos harroni, ka qenë ministër i rendit publik, mos harroni që është personi numër 2 i Partisë Socialiste që është marrë me lobimet, mundet të hetohet për zgjedhje të qarqeve të ndryshme. Pra, për zotin Balla, për mendimin tim, ka një manual të caktuar që është manual i zotit Berisha, që tregon qartazi që ai vazhdimisht ka bërë disa marrëveshje të dyshimta. Këtë e ka thënë zoti Berisha, dhe unë të them vërtetën, sa herë dëgjoj zotin Berisha, nuk jam nga ata që paragjykoj, për shkak se zoti Berisha çfarë do lloj gjëje që ai ka thënë, mund të fillimisht të jetë nënvlerësuar, po me kalimin e kohës është treguar si një fakt, si një burim i vërtet, që po është, do thosha, fakt konkret. Për shembull, mos harroni faktin e zotit Samir Tahiri, që zoti Tahiri, të jem realist, fillimisht doli si një rast denoncimi të qytetarit digjital, dhe në fund fare përfundoi në atë ngjarje që pam të gjithë bashkë, se si zoti Tahiri humbi postin e tij politik dhe u bë pandehur dhe sakrifikuesi, të them vërtetën, dhe për Partinë Socialiste që të jepet drejtësi ashtu siç duhet, ku ndërkohë e dim shumë mirë që mënyra se si u procedu zoti Tahiri ka qenë e padrejtë dhe asnjëri prej shokëve të tij politik nuk e mbrojti. Pra, edhe zoti Balla do të jetë një person i cili në fund fare mund të ketë një humbje të madhe politike. Uroj që mos na dëgjoj, sepse pse them këtë gjë, sepse asnjëri prej tyre, as zonja Balluku, as zoti Tahiri, as zoti Ahmetaj, asnjë prej tyre që është sot në telashe me drejtësinë, nuk na ka dëgjuar kur ne kemi ngritur alarmin që të shqetësimit të tyre, pra të shqetësohen pak në mënyrën se si kanë vepruar, të marrin masat dhe të devijojnë ashtu siç duhet brenda një kuadri të rregullt ligjor. Thjesht ata kanë menduar se kanë pushtetin absolut dhe janë të paprekshëm. I urojmë që të vazhdoj paprekshmëria e tyre, por unë dyshoj që paprekshmëria e tyre ka një, do thosha, një ndalesë, për shkak se edhe vetë pushteti i zgjeruar, por edhe do thoya skandaloz që është me 83 mandate të Partisë Socialiste, do të jetë një ndër gjërat të cilat janë të tmeshme për Partinë Socialiste, që do të pendohet pas shumë vitesh për shkak të pranimit dhe të vazhdimit në rast se shkojnë deri në 2029 me 83 mandate. Avokat, ju besoni që mund të ketë goditje edhe Balla, edhe zoti Agaçi dhe Rama të mos pësoj asgjë, se i bie që vetëm Rama dali larg nga kjo situatë. Aq më tepër që shkoni deri aty sa gjithë skenarin po e ndërton Rama, dhe duket e çuditshme që Rama të ndërtoj skenarin për të goditur të vetët, dhe të vetët nuk e kuptojnë, bëjnë naivin, apo s'kan ç'a bëjnë? Më fal tani, ç'a pyetje është kjo tani, të lutem? Ti e bën një pyetje naive, po ti unë di që e zgjut. Dhe tani përpret nga mua të bëj një pyetje, të jap një përgjigje të zgjuar. Unë do të jap
Unë do t'jap një përgjigje Nuk- naive ty. që ti Ty thua nuk që të Rama duket e ka bërë çuditshme që skenarin. zoti Tahiri u fut në burg? Nuk të duket e çuditshme që personi që ishte një ndër ministrat më të mirë u fut në burg? Ty nuk të duket e çuditshme që zoti Dako u fut në burg? Ty nuk të duket shumë e çuditshme që ajo zonja për një ark peshku u fut në burg? Ty nuk të duket e çuditshme që incineratori i Tiranës nuk është hetuar sepse Dumani thot një krim intelektual? Ty nuk të duket e çuditshme që zoti Ahmetaj u bë arratisja e tij, pavarësisht se u hoq imuniteti ashtu siç u hoq, dhe arratisja e tij dhe bën tani petitor nga jashtëtetit dhe thot fakte të rënda, të cilët kanë të bëjnë me kohën kur ka qenë ai vetë zëvendës kryeministër që dinte sekretet. Ty nuk të duket e çuditshme që zonja Balluku në një proces të tillë ka qenë nga 2021 në 2022 që zoti Dumani erdhi në krye të prokurorisë, e mbajti 2023-24 edhe në fund fare në fund të 2025 të lëshoi. Pyetja ime është këto tjetër, avokat. janë fakte të Këta një që ka sekond, goditur, serioz. këta Këto që janë ka goditur fakte. Rama, nuk e din që Po kush e ka Rama do i goditur? Unë i godas. kam goditur. Apo ti ke Jo, goditur? Këta nuk e din që i moment të caktuar Rama mund t'i shetë. Dgjoj. Po, ata e din shumë mirë, di pse e din, sepse ata janë në Atëherë pse pengmarrje. pse vazhdojnë ndaj atyre? Pse vazhdojnë që e ndjekin Po unë Rama tani nuk Rama? jam në psikologji, unë nuk jam tani në rast ata janë të smur për karrike dhe vdesin që t'ikin bashkë me karrikën në burg si ku ai tjetri Po në te krye skenari detyrës isha kryetar avokatash. bashkie. Tani një sekond, zoti Velia iku në burg sepse në kur i shkoi Sali Berisha tek dera e bashkisë, mos gaboj tek ty i thash që bën një marrëveshje politike me Berishën që mos përfundosh në burg. Dhe në fund fare Berisha ndeti deri në protestën e 47, mos gaboj, dhe të kam thënë po te ty këtu i kam thënë mos shkoj te protesta e 48, po ai të bëj një marrëveshje politike. E nënvlerësoi. Ku e nënvlerësoi tani ku e ke? Tek burgu i Durrësit. Kishte këshilltar ai që e këshillonte? Jo, zero. Gjithë këshilltarët pothuajse e shitën edhe kur pastaj Rama erdhi në shtator të 2025, tha duhet largojmë Erion Velin për shkak se tani ai ka të lashëm me drejtësinë. M'fal tani, lind pyetja e thjeshtë. Ti duhet të jesh shumë naiv në rast se nuk do kuptosh çfarë tha Rama. Pra Rama tha, tani hajde shporu, sepse në fund fare unë duhet vendos Ogertën që të bëhet kryetare e Bashkisë së Tiranës. Pra, e kupton në cilën situatë jemi. Pra, këto janë fakte botërisht të dukshme. Avokat, tani kjo është një tjetër gjë. Ka boll të tjerë që argumentojnë që njëjta gjë është. Jo, prit, ka shumë të tjerë që argumentojnë që zoti Rama kishte një skenar me zotin Veliaj që bën pakt bashk që shkarkimin ta bënte zoti Rama në kundërshtim të gjykatës kushtetutës, duke ditur shumë mirë që gjykata kushtetuese do e kthente dhe do e linte në fuqi. Sepse vetëm me qenë naiv dhe mos me qenë jurist që po pra që mos me qenë jurist që ti të bësh atë lloj shkarkimi. Zoti Rama mori masa se ka menduar që në gjykatën kushtetuese kishte të sigurt. Mos harroni faktin që gjykata kushtetuese në muajt maj, qershor, korrik të 2025-s, për shkak se gushti është pushim, të gjitha vendimet që ka dhënë në atë kohë ka qenë pro qeverisë. E di çfarë do të thotë pro qeverisë? Mbaj mend diçka. Kur çon ti një marrëveshje ndërkombëtare, që gjykata kushtetuese ta pranojë edhe të bëjë një interpretim, gjykata kushtetuese edhe pranon dhe bën dhe një interpretim duke punuar për të drejtat e njeriut. Gjykata kushtetuese punoi për të drejtat e qeverisë, pra duke shkel parimet themelore të njeriut i cili vjen nga një kamp, futet në një kamp tjetër duke i cenuar të drejtat themelore të Kovendës. Vjen tani gjykata europiane të drejtave të njeriut dhe gjykata e drejtësisë europiane në Bashkimin Evropian dhe thot, më fal tani, shteti italian pas ke bërë gabim. Mirë nuk e kuptuam ne se s'kishim kualitetin e duhur juridik, por nuk mundet më zotëri të bëjnë të një gabim prapë edhe të institucionet të tjera. Pra, dua të them që zoti Rama dhe njerëz të cilët janë rreth tij, për arsye se kanë, do thoya, marrëdhënie të komplikuara, se lidhen dhe faktorë të tjerë të cilët nuk dua t'i përmend, dua të kuptoni që zoti Veliaj në një moment të caktuar para se të vazhdonte procedimin ndaj tij, ai kishte një rol, do të thoya, shumë të rëndësishëm në Partinë Socialiste dhe në atë kohë asnjëri nuk thoshte që ai do të ishte në këtë situatë që është sot. Asnjëri prej atyre që është sot kanë qenë me të dhe asnjëri
asnjëri pothuajse dhe në publik nuk e pranonte si fakt. Këtu e kemi thënë bashk dhe patjetër publikisht e kam thënë që zoti Velia do të ketë të lashme me drejtësinë, ashtu siç kam thënë edhe për zonjën Balluku. Por asnjëri nuk e beson, se thoshte forca e madhe. Një sekond, ka një ndalesë çdo gjë. Tani, në rast se ti nuk e kupton se në cilën situatë je, do thotë që nuk e këshilltar të dur. Në rast se do ta kuptosh, do marrësh masë që të bësh një pakt politik. Zoti Berisha e ftoi zotin Veliaj. I tha, hajde bëjmë pakt politik. Ai nuk pranoi. Dhe zonjës Balluku i tha, hajde bëjmë një pakt politik, ajo nuk pranoi. Pra do të thotë që këta individ nuk i intereson rreziku i burgut, thjesht duan që të jenë gjithmonë në atë që themi gjithmonë në goditjen e zotit Rama, ashtu si zoti Rama i ka bërë vazhdimisht, i ka goditur. Pra, ajo që ju thoni është e çuditshme, kjo është fakt konkret. Pra, nuk mundesh ti duke parë të njëjtin film të vazhdosh të jesh aktor. Pra, nuk ka mundësi. Kjo do thotë o të pëlqen, or si ajo që vazhdoj dhe riviktimizojmë se më pëlqen drurin të haj nga mjesi deri në darkë. Shumë e thjeshtë kjo gjë, nuk ka interpretim tjetër. Nuk ka asgjë tjetër përveç asaj që unë ju them, që ka persona të cilët nuk kanë se si të kthehen pas për arsye se janë në pengmarrje. Tani nuk e di, pengmarrja është me video, pengmarrja është me letra, pengmarrja është për shkak të interesave të tjera të cilat ata janë pothuajse vulnerable dhe nuk mund të jenë vetja e tyre. Pra, ju duhet të keni parasysh që në parti politike ke një linjë politike. Tani, nga linja politike mund të devijosh pak, por pastaj do të kesh strategjinë, pra do të kesh linjë politike. Në rast se ti vazhdimisht futesh në një parti dhe thuash ato çfarë thoje edhe kur ishe jashtë, edhe vazhdoj, do të thotë që ti je një institut brenda një partie. Po në rast se ti shko dhe futesh totalisht brenda një partie dhe nuk je më ai që ke qenë i lirë që flisje sipas asaj që të vinte dhe ti interpretoje, do të thotë që këtu është e gjithë ajo e komplikuara e gjithë kësaj gjëje. Pra do të thotë që një person i cili është në një subjekt politik dhe një qeveri, sigurisht që disa gjëra nuk do i thotë më ashtu siç ka qenë në opozit dhe i thoshte. Pra ndryshon qasja, por kjo është në varësi gjithmonë edhe të personalitetit të individit. Pra, pranon të futet në një lojë, por paralelisht do të luaj dy pozicione, pozicionin politik dhe ai personal, apo pranon vetëm të bëjë vetëm politik në një edhe të asgjësoj çfarë ka bërë në të shkuarën e tij. Sepse mos harroni faktin, prandaj po e parashtroj që ta kuptojnë dhe qytetarët, zoti Veliaj u fut në Partinë Socialiste nga G99 dhe nga mjafti. Pra, aty kur ishte me plan A, kishte edhe planin B. Azjesoi planin B, G99 në mjaftin, u bë plan A dhe u integrua në Partinë Socialiste. Ai nuk ishte më, do thosha, identitet tjetër politik apo një plan B që ai të në çdo moment rreziku ai të kishte mundësi të bënte manovrim. Kështu është edhe për gjithë këta, çfarë futen me kokë në Partinë Socialiste dhe kanë një që i drejton, që është Edi Rama. Pra, nuk ka mundësi që ai të shkëputet në momentin e fundit, për shkak se ai nuk ka plan B. Ai thjesht është plan A. Pra do thotë, hec me këtë të cilën ka përpara. Dhe këta tani kanë menduar që ky që është përpara po i çon në rrugë të drejtë, por këta nuk e kanë kuptuar që secili prej tyre ka një grop nga ky që i ka çuar në thonjza në rrugë të drejtë. Pra, duhet kuptojmë qartë se diçka është e paimagjinueshme që në të gjitha këto fakte që kanë ndodhur, të gjithë të preken, pra të prekesh për një ark peshku, a kuptosh me folme vete, dhe mos të preket tjetri për vendimin e Këshillit të Ministrave, që ka qenë kryeminist dhe ka dalë vendimarrje, dhe të preket sot Sali Berisha. Kujdes tani, për një VKM të 1855, në supozojmë, e kupton në cilën situatë jemi, pra duhet të vendosim pak trurin të punojnë dhe të themi, ore, u prek kjo me arkën e peshkut, u prek ky për VKM-n e 1000 sa kusur, dhe nuk u preket ky i cili ka votuar dhe madje dhe ka vendosur në Këshillin e Ministrave 47
VKM duke i vendosur edhe duke i firmosur fap. Pra është e çuditshme. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë.